Në kuadër të 30 vjetorit të partneritetit të Shqipërisë me Këshillin e Europën dhe 35 vjetorit të Komisionit të Venecias, u zhvillua një tryezë e përbashkët mbi reformën zgjedhore. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi paraqiti disa nga çështjet kryesore që duhet të adresohen në kuadër të kësaj reforme. Majoranca më së shumti patjetër, sepse ka dhe numrat, ka dhe fuqinë, ka pushtetin, por edhe opozita duhet të bëjë të gjitha përpjekjet për të patur ndryshimet të cilat do të dakordsohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Kreu i KQZ-s tha se një problematik është pamundësia për të votuar e atyre personave që gëzojnë të drejtën e votës, ku përfshihen persona që nuk mund të dalin nga banesa për arsye shëndetësore. Do duhet të zgjidhim çështjen e votuesve të cilët nuk mund ta ushtrojnë këtë të drejtë për faktin për arsye objektive. Këtu e kanë fjalën për kategorinë atyre të cilët e kanë të drejtën e votës, por nuk mund të dalin. Sidomos kjo është e papranueshme tani, pamundësia e kësaj kategorie për të votuar, kur ne ja kemi mundësuar dërgimin e fletës votimit edhe votuesve shqiptarë që janë me rezidencë në Australi, në Amerika, ku tjetër në përbot, edhe ata të cilët e kanë shtëpinë e tyre sipër apo në krah të qendrës votimit, nuk mund të votojnë dot sepse nuk mund të dalin dot nga banesa për arsye shëndetësore. Është një kategori tjetër e funksionarëve, të cilët edhe ata nuk mund të votojnë në qendrën e tyre të votimit, sikurse janë punonjësit e policisë së shtetit, përfaqësuesit e medias, të cilët janë një armatë e madhe dhe për shkak të angazhimeve në ditën e zgjedhjeve, këta nuk mund të votojnë. Po ashtu drejtuesi i KQZ-s foli edhe për fushatën zgjedhore, ku tha se duhen rishikuar rregullat dhe të shtohet në kodin e ri zgjedhor edhe fushata në rrjetet sociale, pasi në ata aktuali nuk përfshihet. Në kodin zgjedhor, rregullat për zhvillimin e fushatës zgjedhore adresojnë vetëm zhvillimin e kësaj fushate në media tradicionale, radio dhe televizion, asgjë përse përket rrjeteve sociale, fushatës në online, nëpërmjet internetit e të tjera si këto. Mënyra e votimit do duhet të vazhdojmë të çfarë do të bëjmë me votimin elektronik? Do ta zgjerojmë apo jo? Tryeza përmbyll punimet me angazhimin për të vijuar dialogun politik dhe teknik për të garantuar një proces zgjedhor më të drejtë, më transparent dhe më të besueshëm për qytetarët shqiptar.